Në gjykatën administrative u mbajt seanca gjyqësore për padinë e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës me 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale, Erion Veliaj, kundër prokurorit Olz Dado. Këtë të premte u provua fakti se kush janë vasalët që Veliaj i përdor për të kryer fushatën e tij të sulmeve ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në salën e gjyqit del hapur dhe e takon kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës, Erion Veliajin, një nga vasalët e radhës. Bëhet fjalë për Ilir Yzeirin, një sharlatan publik i cili pas arrestimit të Veliajit u bashkua me shërbëtorët mediatik të kryebashkiakut për të ushtruar sulme dhe presion ndaj gjyqtarit Engert Pëllumbi. Është pikërisht ky vasal dhe sharlatan publik, Ilir Yzeiri, i cili takoi dhe shtrëngoi duart me Veliajin. Është po i njëjti vasal dhe sharlatan publik, Ilir Yzeiri, i cili kërkoi të intimidonte gjyqtarin Engert Pëllumbi duke e ofenduar nga pamja e tij fizike. Ky gjyqtari me një pamje të çuditshme, ky gjyqtari i apelit që as emrin nuk dua t'ia zë me gojë, që ngjan sikur është aratisur nga ndonjë planeti pa zbuluar ende, ishin këto vetëm disa nga ndyrësitë mediatike, intimidimi që ju bë gjyqtarit Engert Pëllumbi. Sot vasali dhe sharlatani publik, Ilir Yzeiri, shfaqet dhe takon në gjyq Veliajin, i cili përmes padive kërkon të intimidojë prokurorin Olz Dado.